Dhe Beni Israilet e humën në rrugën 20 vite u sellshin për çka se nuk u përfillshin urdhin e Allah. E pastaj Musaj, kur organizoi dhe përgatiti ushtrim për me çliru Kudsin, çka than ata të cilët komunikuan e ndëgjuan komunikimin e Allahut me Musaj, i than Musaj, idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qaidun. Ti shko me Zotin tan lufto se na çetu, na refugjat po rri. E ki umet nuk çliron send. Sigur umeti arabëve dhe muslimanëve tash. Shkoni ju çlirone, Allah i ndihmov se na çetu po rri. Idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qaidun. Pa çokte pejgamberit Allahut, kur konsultohet pejgamberi Allahut në luftë, për një luftë për luftëve, thanë vallahi na nuk thojmë si që i kanë thonë Ben Israilet Musaj, shko ti me Zotin tanë dhe luftonim se ne do të rrim këto, po na të thojnë, eja të shkojmë bashkarisht ta çlirojmë këtë vend. Për këtë arsye vetëm ishin di njerëz të cilët e këshilluan popullin e vet që hini në Kuds, kurse Allah pa të premtu, viç hini, se Allahu Azza wa Jall ka më ndihmu dhe keni me çliru. A më thënë jo, se ato janë trimat fort. Sigur sot, e njëjta historie përsërit, ato kanë anë bërthamore. Allahu thë ke hini ju, unë e baj që të rëmbu, ato nuk ish. Allahu i dënoj 40 vit. Ki popull që arrit nën presionin e Firaunit, a kja çliron dhe njerë dishka. Ato nuk di që kanë krenerije. 40 vite që ndëruan në vendin ti që thojnë janë hub në shkretin, a dini përse? Për don një gjenerat e re. Edhe ki umet i tashëm nuk e çliron Kuds. Ani deklarata ndryshme, ndëgjojmë. Ki umet nuk çliron Kuds. Se Abdul Hamid i dit, kur janë përpiq që i futët ta blejnë Kuds, ta blejnë Palestinën, Abdul Hamid i dit ka thonë, derisa që jam gjallë unë, dhe po shteti jemi jo. Amo unë po ju këshilloj, se ju Kudsin kini me morë pa pare. E di kur të rëzoni khilafetin, dhe kur të mbit një mu, atëre prej muslimanve e mini pa pare. Kur të alon muslimant islamin, atëre ju e kini hedije Kuds. Ata ka morë hedije për ka qka? Për shkak njerëzve të shitur në atë kohë dhe të kohës bashkohore. Mos më konë shtetet arabe për rreth me rujt Palestinën, ato kurse në mirshin asë nishin Aksa. Mos më konë Hizbullah, dërvishat e Iranit mos më konë me rujt. Kur heq, për atë në kohën e Abasive, Salahuddin Ejubi kër e ka çliru Kudsin, punën e parë e ka rënu shtetin e Fatimive, shtetin e Mevludaxhive. Mevludaxhit nuk të lirojnë vend. Shenon e këta një histori kur të s'kanë çliru vend. Ato janë tradhtarët e umetit që i kanë shit vendet e muslimanë. Pra atë Salahuddin Ejubi, Nureddin Zenkiu, që e ka pregatit Salahuddin Ejubin dhe ushtrin e ti, ata spari e kanë rënuan shtetin e Fatimive, shtetin e tradhtarëve. Irani a gjallë, Hizbullah i gjallë, harron e Kudsin. Njerë Irani gjduhet mu të shërënjos, Hizbullah i mu të shërënjos, pas ta i shërënjos Kudsin. Kur ta kuptoni një dit se Hizbullah ja shërënjos prej Libanit, dini se atë dit a ka njësë rruga për çlirimin e Kuds. Nuk çlirohet me këtë umet. E di kur çlirohet, ka thonë, Kudsi çlirohet kur është kallaballëk namazin e sabahut, si që kemi kallaballëk në xhumo. Apo si që kemi kallaballëk në Bajram. Këta në vendet e shenjta të cilët nuk ka kompromis për to.